diasporëse të Kosovës, shqiptarit e Kosovës, marrin një numër të lartë të klikimeve në këngët e prodhuara nga ta. Edhe, por them në kohë rekord, për 24 orë, të paktën ato që reklamojnë dhe vetë. Si funksionon? Edhe a kanë të ardhura nga këto klikime? Tani, që ato video, ose videot muzikore klikohen nga diaspora, mendoj se ky është një hamendësim i cili në shumicën e rasteve nuk është i vërtetë. Jo, të prodhuara nga këngëtarët që janë në diasporë kanë fjalën. Po pra shqiptarët, më thënë në diasporë, po qartë, shumë qartë. Ato video mund të kenë një numër shumë të lartë klikime që neve shikojmë poshtë videos, por ne me monitorimin që bëjmë shikojmë që shumica ose shumë nga ato kanë klikime nga India, Pakistani dhe vende në të cilat jam shumë i sigurt nuk e ka klikuar njëri videon me vullnet të plotë, por si ndodhin këto klikime? Një indian është duke parë një video gatimi në i gjellë me oriz, themi, dhe në mes të videos i del video një këngëtari shqiptar. Ai normalisht që të bëjt e bëj skip, se nuk e kupton. Kjo quhet klikim? Po quhet klikim ndërkohë. Për këngëtarin shqiptar. Klikimi pa dëshiruar, pa dëshirën e tyre. Bravo, po, dhe me këto mund të blesh me milionat. 1 milion klikime të tilla aktualisht kushtojnë në treg nga $700 deri në $1200. Kjo është çmimi. Për t'i bler dhe për t'i dërguar një audiencë tjetër që s'ka as interes. Ka artistë që blejnë çdo ditë nga 1 milion, derisa të mbushin 5 milion 5 ditët e para. Domethënë qindra mijëra euro idhen për të bler klikimet. Unë kam dëgjuar për një artist i cili e ka buxhetin për çdo këngë 20.000 euro për klikimet e blera. Ka fikse. Jemi shumë kurioz. Unë kam disa në mendje, por nuk mund t'i përmend. Nuk mund t'i përmend si, nuk do t'i përmend si emër. Pse nuk do t'i përmend si emër? Sepse do thot pse më përmende mua, nuk i përmende të tjerët. Kështu që e qartë, ose do i marrim radhë dhe të themi sa blen secili ose nuk ka. A ka një mekanizëm matës real për të parë që këto klikime, domethënë ta ndash cilat klikime janë të blera, sa janë të blera dhe sa janë organike. Ne e bëjmë këtë, ne kemi një mekanizëm se si e bëjmë këtë gjë. Dhe normalisht këtë mekanizëm e përdorim për të marrë informacione dhe për t'ia dhënë si konsulencë televizioneve që duan t'i ftojnë artistë, t'i paguajnë operatorëve ose organizatorëve të koncerteve, të cilët janë me dyshje a janë këto 20 milion klikime të vërteta apo jo që ky do tani 20.000 euro për një shfaqje, apo ndoshta ai ka vetëm 400.000 të vërteta dhe 19 milion të falsifikuara. Ne monitorojmë sigurisht edhe klientët tonë vetë, domethënë për klikimet potencialisht të blera, si për shembull televizionet vetë na kërkojnë që të lutem na monitorojnë dhe na thuajnë nëse ndoshta një autor emisioni blen klikime në mënyrë që përpara kolegëve të tij të duket. Sa keq kur e ke autore nga Korça për shembull, nuk bëhet fjalë të blenë një klikim. Do vazhdojmë deri në ditën e javës siç jemi. Po, kështu që edhe vetë televizionet e bëjnë. Ne kemi këtë si matës, ne kemi mbledh madje në që nga 2022, fundi 2022 deri sot, pothuajse çdo këngë shqip që ka dalur, të gjitha klikimet false që ato kanë gjeneruar. Domethënë ne kemi një database shumë të madhe për këtë. A ka këngëtar nga ata që thonë do t'ju paguajmë vetëm mos i nxirrni kurrë këto lista edhe mos tregoni as konkurrentëve as këngëtarëve të tjerë. Po, të dhënat i ka agjencia. Tani ne kemi këto të dhënat për arsye se bëjmë research. E bazoni punën aty, po. E bazojmë punën atje. E qartë. Normalisht do vi një ditë që ndoshta ato vlera dhe mund të dalin. Ndoshta dhe jo nga ne, du të kuptojmë gjithashtu që nuk kemi ne kompania kryesore se personat kryesorë që jemi të interesuar që të dalin këto të dhëna, por është gjithashtu dhe policia e shtetit, sepse të blesh klikime false dhe të gënjesh që të marrësh të ardhura është një mashtrim, është një vjedhje me anë të mashtrimit. Kështu që kjo është një vepër penale. Tani ja kemi arritur ne te departamentet e krimit kibernetik ta kuptojmë këtë gjë akoma. I bie të kemi vënë në Terezi shumë gjëra të tjera që të merret policia e shtetit me këtë pjesë. Vlerat e investuara mua nuk më duket për të neglizhuar. Janë goxha të mëdha dhe janë. Sepse para nga kanë ardhur. Është edhe në fund ditës është edhe pastrim parash, sepse ato lekët disi do të pastrohen në mënyrë që t'i paguhen indianit për t'i shfaqur